Atëherë e pat edhe një seancë të radhës, pra ku partitë opozitare, subjektet opozitare vazhdojnë blokadën apo vazhdojnë taktikat bllokuese në konstituimin e kuvendit. Kushtetuta është mjaft e qartë, Kushtetuta e Republikës Kosovës thotë që është drejt ekskluzive e partisë fituese që ta propozojë kandidatin për kryetar komune. Ndërsa për dallim prej mënyrës se si formohet qeveria ku partia fituese duhet sigurojë edhe shumicën tek votimi për kryesinë e kuvendit, pra kryetarin dhe nënkryetarët, kemi edhe interpretimin e gjykatës kushtetuese ku kërkohet që të gjithë deputetët duhet të jenë prezent dhe kanë për obligim që të votojnë. Pra duhet marrin pjesë në votim të gjithë deputetët, sepse është detyrë e të gjitha partive parlamentare pra që të konstituojnë kuvendin, që të votojnë për kryesinë e kuvendit. Po të ishte që partia fituese duhet siguroj shumicën tek kryetari i kuvendit, atëherë do të kishin problemin e radhës me një herë ku do të bllokohej situata dhe konstituimi, sepse kjo do të bënte që pastaj partitë opozitare nuk do të kishin 61 vota për formimin apo për votimin e nënkryetarëve të tyre. Ne çdo herë kemi qenë dëshmitar që edhe votat për kryetarin e kuvendit, edhe për nënkryetarët, pra kanë qenë votat të gjitha subjekteve, sepse kështu kërkohet nga kushtetuta për dallim prej votës për qeverinë, ku pra është patjetër obligim, detyrë e subjektit fitues, koalicionit fitues në mënyrë që të sigurojë votat për formim të qeverisë. Pra e pa më sot, gjashëm siç ishte rasti me verifikimin apo votimin e raportit për verifikim të mandateve, ku opozita fillimisht votoi kundër për ta bllokuar proces dhe pastaj në fund ndryshuan qendrim, mirë po dashë pra vendi t'i humb 4 ditë dhe 2 seanca në radhë në mënyrë që të kthehen në pikën fillestare dhe të votojnë për një raport i cili ishte procedural dhe kërkohet të kalojë si tim. E njëjta gjë është edhe për kryesinë e kuvendit. Pra kryetari dhe nënkryetari të kuvendit duhet të votojnë nga të gjitha partitë që janë në kuvend e pastaj vjerava mandatarit për qeverinë, ku janë 15 ditë që të sigurohet shumica e nevojshme sipas kushtetutës. Kandidati jonë, siç edhe e përmendi pra Glau Konjufca, është vazhdon të jetë pra Gulina Haxhiu. Ky kandidat është propozimi i partisë fituese, apo kjo kandidat është propozimi i partisë fituese, e cila është e drejtë ekskluzive që ne garanton kushtetuta e ende. Këtë përmendi edhe zotri Konjufca, pra që nevojitët me qenë se po shihet qartë që partitë opozitare nuk e kanë ndërmend që të ecin tutje dhe të zhbllokojnë procesin e konstituimit të kuvendit, duhet ndoshta që të ulemi njësoj siç u bë. Pra kur kishte konsultime mes subjekteve politike për raportin e verifikimit të mandateve, pra po shihet që për çdo hap të rrugë gjatë rrugës duhet të ketë një dakordim dhe konsensus politik në mënyrë që të zhbllokohet procesi. Po emri dhe propozimi i takon partisë fituese. Pra kjo është çështja. Këtë e thot kushtetuta. Ne propozojmë, pra si parti fituese propozojmë kandidatin. Dhe është e udhës pra që kandidati i për kryetar, për edhe nënkryetare, pastaj të mbështeten nga gjithë deputetët. Po të hynim në këso lojra, ku kandidatët apo kandidati i partisë fituese kontestohet nga parti tjera, pastaj do të përfundonin me një herë në blokadë në hapën e dytë, sepse njëjta gjë do të pritej të ndartë edhe për nënkryetarët. Pra, çdo kush mund gjejë vërejtje për kandidatët e subjektit tjetër. Mirë, po kemi të bëjmë me konstituimin e kuvendit, gjë që është hap kushtetues që na çon drejt zhbllokimit procesit dhe mandatarit për qeverinë dhe pastaj edhe hyrjen në afate tjera. Nuk është dhe vendosi duke tregu jo konstruktive. Ne përkundrazi, të gjithë kanë thënë që ne do të bëjmë zvarritje, nuk do të propozojmë kandidat dhe do të zvarrisim procesin për të hyrë mos hyrë në afate. Po ndodhe kundërta. Ne kemi propozuar kandidatin, opozita ka mundësinë që ta zhbllokojë procesin, por po bllokon atë. Prandaj edhe një herë shpresoj që gjatë ditëve të ardhshme, pra i kemi 2 ditë deri në seancën e radhës, opozita të reflektojë ngjashëm siç bëri në procesin dhe raportin e verifikimit të mandateve në mënyrë që të zhbllokohet procesi, sepse kjo është kërkesë edhe e kushtetutës dhe ka qenë edhe e përmendur si këshill në letrën e presidentes. Pra, deputetët kanë për obligim ta zhbllokojnë procesin.
Çështja e votave për mandatarin e qeverisë vjen tek pasi të zhbllokohet ky proces. Aktualisht pra jemi në këtë proces ku nevojitet që të konstituohet kuvendi duke votuar kryesit, pra kryetari dhe nënkryetarit. Çdo herë ekziston opsioni i zgjedhjeve, ne synojmë pra që të mos vijë puna deri aty, sepse ai opsion çdo herë ekziston. Pra sa herë që ka bllokada, por edhe për shkuën zgjedhje nevojitet konstituimi kuvendi. Do të thonë sepse nuk mund të shpërndahet një kuvend që nuk ekziston. Pra, megjithatë është një hap i pakapërcyeshëm që duhet të ndodhë nga të gjitha subjektet politike. Faleminderit.